Për të 35-ën herë me radhë nuk është arritur të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Në seancën e të shtunës morën pjesë 94 deputet, ndërsa 51 votuan pro, 1 kundër dhe 1 abstenim, duke mos arritur kvorumin e nevojshëm për zgjidhjen e kryetarit dhe nënkretarëve. Kryesuesi i seancës, Avni Dehari, njoftoi ndërprerjen e seancës dhe shtyrjen për në datën 23 qershor në orën 11 për shkak të mungesës së kvorumit. Para nisjes së seancës, një grup shtetërësh protestuan para kuvendit kundër krizës politike që ka lënë vendin pa institucione të formuara. Debati është fokusuar rreth votimit të fshehtë për kryetarin e kuvendit, kandidaturë e cila është propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Partitë opozitare PDK, LDK, AK dhe Nisma Socialdemokrate refuzojnë të mbështesin këtë votim duke argumentuar se ka shkelje rregullores dhe nuk pranojnë kandidaturën e Albulin Haxhiut. Kjo çështje është edhe në proces shqyrtimi në gjykatën kushtetuese, ndërsa situata politike mbetet e paqëndrueshme pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit dhe nisjes së konstituimit në 15 prill, kur secila përpjekje e mëtejshme për formimin e institucioneve ka dështuar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se ushtria e Serbisë është më e fuqishme se kurrë dhe shtoi se vetëm një numër i vogël njerëzish e di çfarë është blerë gjatë viteve të fundit, pasi gjithçka është bërë në fshehtësi. Në intervistë për televizionin Prva më 20 qershor ai tha se gjatë një parade të madhe ushtarake, në shtator ushtria do t'rregojë gjithçka që posedon. E kemi mbajtur të fshehtë, por këto janë ndryshime të mëdha për ushtrinë e Serbisë në periudhën e ardhshme. Janë më së shumti 5 persona që dinë çfarë kemi sjell. Qëllimi ynë është ta mbrojmë vendin tonë, tha Vučić, pas sqaruar se nga kush Serbia duhet të mbrohet. Ai shtoi se ushtria po bëhet merrësisht goditse. Vučić tha se Serbia ka mbajtur të fshehura edhe shumë pajisje që ka blerë dhe paralajmëroi se shumë do të habiten dhe kur të shohin çfarë posedon ushtria e tij. Sipas tij, Prishtina, Zagrebi dhe Tirana po krijojnë një aleancë ushtarake dhe se vazhdimisht po e ftojnë Sofjen që të bashkohet, gjë që ka detyruar Serbinë të armatoset. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan më 18 mars një deklaratë për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Deklarata është përshkruar si një dokument trilateral që forcon bashkëpunimin dhe thekson rëndësinë e inqasit përbashkët ndaj sfidave të sigurisë.